Kandidatja Bruna Mersini u takua me komunitetin e biznesit të madh dhe të mesëm, kryesisht në sektorin e ndërtimit, ku shpalosi vizionin e saj për qytetin e Vlorës. Ajo theksoi rëndësinë që qyteti të jetë gjithëpërfshirës, duke i dhënë vëmendje edhe vizitorëve. Shumë prej jush këtu jeni memoria e qytetit që transformoi Vlorën në sektorin e ndërtimit si një nga sektorët që jo vetëm estetikisht i bëri revolucion qytet, por burim investimi dhe zhvillimi ekonomik. Ne Vlorën do ta duam dhe duhet ta ndërtojmë së bashku. Kush duhet jetë vizioni sot për Vlorën? Një Vlorë që duhet jetë moderne, gjithëpërfshirëse dhe duhet ketë synim vizitorin të rikthehet. Do ketë plot investitorë që e shikojnë si një burim të fortë të zhvillimit dhe të industrisë në qytet, sepse ne kemi hapësira pafund rrethinave të Vlorës që shumë mirë mund ta shikojnë si një vend që mund të ndërtojnë dhe industrinë e tyre. Kërkoj shumë fort që në vëmendjen tuaja duke kaluar rrugës të jeni të vëmendshëm dhe për atë që ndodh në qytet ose për investimin që kryhet, dhe a duhet të ulemi bashkë për të parë atë mosbarazinë që ka zhvillimi urban i qytetit, po duhet të ulemi. Këto zhvillime mirë është që t'i koordinojmë dhe me zyrën urbanistikës të Vlorës. Mes të tjerash, Mersini kërkoi bashkëpunimin e biznesit si ekspertizë jashtme për të ndihmuar në monitorimin e veprave publike, si dhe për rivitalizimin e rrethinave dhe zonave jashtë fokusit urban. Zona e fabrikës çimentot që në opinionin dhe vizionin tim mund të jetë një rezidencë jashtëzakonshme, sot që ajo nuk ka një vlerë financiare për ta marrë në konsiderat, pas disa vitesh mund të jetë një zonë rezidenciale që do të ketë arritur vlerën e tregut, edhe me shumë të drejtë Fatmiri mund të viti thoj zyrës urbanistikës, kryetares së bashkisë, pse mos të bëjmë atje një objekt, një destinacion, një strukturë që të jetë atraksion për qytetin, pra të jetë unike për qytetin dhe pastaj atje ta zhvillojmë zonën. Kandidatja e vuri theksin edhe te ndërtimi i hapësirave të parkimeve dhe përmirësimi i mobilitetit urban, ndërsa për transportin publik kërkoi bashkëpunim për gjetjen e zgjidhjeve më optimale. Këto strategjit ku ti e bën objekt një park lodrash që do jetë unik në qytet, një stacion autobusi do jetë unik në qytet dhe do të jetë atje tek ajo zonë. Kur ti bën një objekt që rrit interesin për zonën, patjetër pastaj fillon dhe popullimi i zonës, që të ketë dhe një koordinim midis zyrës urbanistikës dhe vizionit tuaj për strategjitë që keni në fushën e ndërtimit. Takimi u mbështet edhe nga kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë, Arben Breshani, i cili nënvizoi rëndësinë e një dialogu të vazhdueshëm me biznesin. Do ta marr çimin, shkëlqimin do ta marr si një simbol të një biznesi në qytet. Pyetja që mund të më drejtonte çimi sot, do të më thoshte si do shkoj parkimi te bulevardi Vlorë-Sken. Edhe kush është partneri për ta zgjidhur këtë punë? Bashkia. Bashkia duhet operojë shumë shpejt për një master plan për mobilitetin urban të qytetit. Për sektorin e biznesit, kandidatura e Mersinit në krye të Bashkisë së Vlorës konsiderohet e duhura dhe më premtuesja për zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit. Transporti publik. E kemi sfidë dhe jam shumë e hapur për sugjerimin se si e mendoni transportin publik të qytetit. Ne tash jemi të bindur që ju do jeni kryetare bashkisë, takimi me biznesin siç u bë sot, të jetë permanent, sepse e ndihmojmë njëri tjetrin. Mendoj që e ke dhe mandatin tjetër, edhe ta fillosh me themel. Problemet e Vlorës janë të mëdha, por në aspektin për të bërë për sot. Bashkia këtë radhë ka gjetur njeriun e duhur. Faleminderit shumë, fitore për Brunën.